Atere, nga informacionet tuaja bazuar në kontaktet që keni, si është aktualisht situata në terren për fermerët dhe agrobizneset dhe cilat janë zonat më të goditura dhe kulturat bujqësore që kanë mësuar dëmet më të mëdha në rang vendi? Po thuaj, të gjithë sektorët janë dëmtuar. Po ta fillojmë nga bujqësia, janë dëmtuar bimët e arave dhe kryesisht gruri. Në zonën e Durrësit veçanërisht, ka bizneset cilat janë i vaduar totalisht nga ujë, ka bizneset që kanë mbjellë 40 hektar, 50 hektar grur, i gjithë është në ujë, në një sipërfaqe akoma më të madhe ka dhe në qytetet e tjera, në rrethet e tjera. Pra, dëmtimi i parë në bujqësi ka ardhur tek gruri, që është në mbirje sipër, në rritje sipër. Njëkohësisht, serat në zonën e Frakullës në Fier, në Bishan, në Ferras, kanë mësuar një dëm të madh, sidomos serat me lule shtrydhe, të cilat janë dëmtuar nga lumi vjosës. Në zonën e Shkodrës përsëri, gjithë sipërfaqet e mbjella janë të dëmtuara dhe i vaduara nga uji deri në këtë periudhë që kemi. Dëmi i dytë në Blegtori ka ardhur në veçanërisht ka ardhur në fushën e ushqimit të Blegtorisë. Ushqimi i Blegtorisë është dëmtuar rënd në të gjithë ato ferma në të cilët është i vaduar nga uji. Po kështu edhe ngrica ka ndikuar përsëri tek shumë nga bimët që janë tashmë në fushë veçanërisht, por edhe ato që janë në sera përsëri kanë pësuar një tkurrje dhe do të ndikojë drejt për drejt tek rendimenti më vonë në këto bimë. Në sektorët e tjerë, tek pemtaria nuk është që ka dëme të konsiderueshme të pariparueshme, ndërsa tek bletaria ka dëme, veçanërisht atje ku dëbora ka rënë në sasi të konsiderueshme, por edhe ku është vrejtur sasi rreshjesh të mëdha dhe kosherët e bledhës nuk kanë qenë të mirë ruajtura.